10 universitete kanë prezantuar programet e tyre të studimit për maturantët dhe të rinjt në kuadër të panairit të arsimit dhe karrierës. Interesi më i madh mbetet për studimet në Fakultetin e Shkencave Informatike dhe Inxhinierisë Kompjuterike. Studentët tanë punësohen që gjatë kohës së studimeve dhe janë aktivisht të përfshirë në industri, ndërsa një pjesë e madhe atyre që diplomohen punojnë edhe për kompani të huaja. Kërkesa është ende e madhe për profesionist, për të cilat fakulteti përgatit studentët e tij ndërsa vendet e punës janë mjaft të paguara. Disa drejtime tradicionale si veterinaria dhe bujqësia vazhdojnë të mbeten më pak të preferuara nga maturantët. Dekani i Fakultetit të Mjekësisë Veterinare, Dejan Jankullovski, deklaroi se përveç programit studimor në gjuhën maqedonese, kanë edhe program në gjuhën angleze, ku çdo vit regjistrohen rreth 15 studentë huaj, kryesisht nga Turqia. Për fat të keq, në vitet e kaluara, interesi për studimet e mjekësisë veterinare ishte në rënje, por vitet e fundit është rritur paksa, ndonse kuota nuk plotësohet plotësisht. Pozitive është që kemi edhe studentë të huaj që studiojnë në programet në anglisht. Në panairin e arsimit u prezantua edhe Akademia Ushtarake General Mihajlo Apostolski Shkup. Toger Recep Mustafovski, asistente në akademi, deklaroi se të rinjtë që në të ardhmen duan të jenë pjesë e armatës së shtetit, nuk duhet të jenë më të vjetër se 21 vjeç për të regjistruar në studime. Shpallja e konkursit në Akademinë Ushtarake gjithsesi është më e ndryshme nga konkurset tjera, që bëhet realisht prej muajit prill deri në muajin qershor. Konkursi është në disa faza. Studimet janë gjithsesi, siç u thash më parë, 4 vjet. 2 vitet e parë janë studime të përgjithshme, ndërsa 2 vitet e fundit janë studime ku studentët ndahen sipas degëve, varësisht prej nevojës së Ministrisë së Mbrojtjes dhe gjithashtu të ushtrisë. Panairi i arsimit të shërbeu jo vetëm si një hapësirë informuese, por edhe si një mundësi për orientim profesional në mënyrë që tregu i punës të zhvillohet në harmoni me nevojat e shoqërisë.